Akrepi. Policia e Los Angeles në korrik të vitit që lam pas të 2025-ës, pra të themi gati një vit përpara, kreu një eksperiment në një pjesë rrugë 15 km gjatë një autostradë. Vuri 3 shofera me makina pa targa që të eliminonin denoncimet në zyrën e qarkullimit rrugor, se ju e dini që Amerikani kërcen telefoni, spionojnë çdo gjë, të cilat duhet të esin me një shpejtësi ose duhet të esin sa më shpejt ishte e mundur, ose me të gjithë shpejtësinë e mundshme, por pa ndëruar korsi. Ndërkohë, 3 makina këto. Ndërkohë, një të katërti, që të bënte të njëjtën gjë, do pra dhe ai duhet të përshkonte këto 15 km, por duke ndruar korsi, duke bërë zigzake, ku t'jente hapësira për të kaluar në mënyrë që distancën e 15 km ta bënte më shpejt se 3 të tjerët. Ata duhet rinin në rresht. Pra kuptohet që ishte edhe një autostrad e trafikuar me shumë trafik. Në momentin që mbritën, e merrni dot me mend se sa ishte diferenca në kohë, ndryshimi në kohë. Makina që bënte zigzag dhe që rrezikoi gjatë gjithë kohës, në gjithë gjatësinë e 15 kilometrave, mbriti 30 sekonda më vonë se sa 3 të tjerët që vazhduan të rinin në radhët, vazhduan korsit e tyre, ishin nga një se cilën korsi, dhe kuj që bënte zigzag, 30 sekonda më vonë se ata 3 të tjerët. Kjo vlen për ju dhe është një këshill për ju akrepa. Gjatë gjithë këtij viti, gjatë 2026-ës, keni parasysh këtë gjë. Duke bërë dredha, duke bërë zigzake, manovra të tjera të rrezikshme, nuk do të fitoni pothuajse asgjë baze, edhe mund të humbisni. Duhet të jeni të shpejt, të vendosur, por të qetë e të njëtrajtshëm. Mos haroni se rruga e shkurtër shpesh të nxjerr më gjatë